Zotrinj qytetar, klient të shërbimeve tona, denonconi çdo rast të keq funksionimit, abuzimit me detyrën, korrupsionit, konfliktit të interesave të individëve apo strukturave, të shërbimit social shtetëror, shërbimit kombëtar të punësimit, Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Inspektoriatit Shtetëror të Punës, zyrave të punës, zyrave të shërbimeve sociale, zyrave të sigurimeve shoqërore, Ministria e Punës, çështjeve sociale dhe shanseve të barabarta. Unë në detyrën time funksionale kam denoncuar rast pas rasti me kurajën qytetare korrupsionin, duke besuar tek slogani i luftës antikorrupsion. Rasti konkret ka të bëjë me dhënien e lejeve të punës të shtetasëve të huaj që janë në Shqipëri për zhvillimin e biznesit tyre dhe për punësim. Për shkak se kam guxuar të them hapur mendimin tim pa droje e në kohën e duhur për abuzimet që janë kryer në shërbimet publike, unë sot jam këtu e pushuar nga puna. Kështu ka ndodhur me ish specialistën e zyrës së punës Tiranë, Remzie Tema. Gjatë gjithë viteve të punës së saj, ajo ka denoncuar shkeljet e ligjit, aferat korruptive. Shumë prej tyre i ka vërtetuar jo vetëm koha, por dhe raportet e kontrollit të lartë të shtetit, të grupit të auditit në Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale dhe zyrës antikorrupsion në Këshillin e Ministrave. Po përse e kanë pushuar nga puna Remzie Temën? Lejet e punës për të huajt në Shqipëri dalin nga zyra e punës dhe nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Në të shumtën e rasteve, subjektet lidhen me sekserët. Këta të fundit i orientojnë mbi dokumentacionin e nevojshëm dhe shumat që duhet paguajnë. Marrin dosjen dhe nisen drejt ministrisë. Këtu i drejtohen zyrës së migracionit, nga ku dalin të firmosura lejet e punës. Një skemë e tillë ka ndodhur edhe ndërmjet kontabilistes Mimoza Sota dhe sekseres Mimoza Laska. Sipas kontabilistes, sekseria ka kërkuar para për të nxjerrë atë lloj leje për të cilën nuk pagohet asnjë lek. Në të vërtetë ne nuk do të merremi me detajet e kësaj historie sepse e gjitha është ndërtuar mbi bazën e një thashethemi, asgjë nuk është vërtetuar, por ama Remzie Tema është pushuar nga puna pikërisht duke u bazuar te ky thashethem. Mor masa ekstreme për zonën Remzie Tema, pasi dhe shkelja ishte shumë e rëndë. E them këtë për faktin se ishte vërejtur që përfitoheshin shuma të mëdha në para për lejet e punës së të huajve, shuma që ishin disa herë më të mëdha se sa vetë tarifat shtetërore dhe në këtë rast personi i cili i kryente këto në emër të ministrisë, kishte disa vite që nuk punonte për zyrën e punës së Tiranës. Zonja Remzie në këtë rast ishte personi i cili në një mënyrë ose një tjetër kishte bashkëpunuar me zonjën Mosa, pasi kështu përmendej në letër. Dhe kjo gjë përbënte për ne një shkelje të rëndë të etikës së punonjësit të nëpunësit shtetëror. Remzie Tema nuk ka patur të drejtë firme, të drejtën për të lëshuar lejet e punës. E ka patur shefja e zyrës së punës në Tiranë, zonja Irna Laja, dhe shefja e sektorit të migracionit në Ministri Silva Banushi. Atëherë, në të skem korrupsioni përfshihej Remzie Tema këtu, kur ato e kishin lënë vetëm të regjistronte subjektet në regjistër. Pas ankesës në zyrën e ministrit, kontabilistës i kërkohet të hedhë në letër ankesën e saj. Në të, Remzie Tema përmendet vetëm një herë, si personi që praktikantja e saj takon rastësisht në zyrat e punës, të cilën Remzie e drejton për në ministri dhe i jep 2 numra telefoni të shefes së zyrës së migracionit, pasi ishte kjo e fundit që merrej me nxjerrjen e këtyre lejeve. Por sipas kontabilistes, në njërin prej këtyre numrave i del sekseria. Kaq citohet Remzie Tema në ankesë. Më pas, ministri në skedën shoqëruese të dokumentit shënon për vlerësim dhe marrje masash për rregullimin e gjendjes. Pa bërë asnjë verifikim, ballafaqim apo çdo gjë tjetër të parashikuar në ligj, drejtori i zyrës së punës Tiranë 2 ditë më pas vendos shënimin në kartel. Personelit të jepet masa e largimit nga puna për shkelje të etikës së nënpunësit shtetëror, shfrytëzim posti dhe mitmarrje. Kaq duhej dhe zëvendës drejtori i shërbimit kombëtar të punësimit nxjerr urdhën për lirim nga detyrat të Remzie Temës. Zonja Remzie në këtë rast ka gjithë drejtën e saj të drejtohet gjykatës, të verifikoj që ajo nuk është personi përgjegjës për këtë akt dhe nëse gjykata do ta shohë të arsyeshme rikthimin e saj në punë nëpërmjet vendimit, se jo. Po cila është baza ligjore që drejtori Thomamelo u bazua për heqjen e zonjës Tema nga puna? Kodi i punës. Thyrja e etikës së punës dhe në punësit shtetëror.
Në kodin e punës, njeni 144 për procedurat e pushimit nga puna, punëdhënësi duhet të njoftojë me shkrim punëmarrësin të paktën 72 orë para takimit dhe të bisedojë me të. Punëdhënësi i parashtron arsyet e vendimit dhe i jep atij mundësinë për të shprehur. Zgjidhja njoftohet të paktën 48 orë pas bisedës. Po në rastin konkret, si ka ndodhur? Në këtë rast, unë kam thirrur personalisht zonjën Remzi në zyrë, i kam dhënë letrën e kësaj qytetares në dorë, i kam thënë ja ku keni denoncimin, për mua ju ndërprisni marrëdhëniet e punës. Remzi e Temës ju dorëzua në dorë pushim nga puna, pa ju dhënë mundësia që të shprehej. Duke ju referuar përsëri kodit të punës, punëdhënësi kur gjykon se ka të bëjë me motive të drejta të pushimit të menjëhershëm, mund ta pezullojë nga puna punëmarrësin. Zgjidhja e kësaj kontrate bëhet e pavlefshme nëse bie në kundërshtim me këtë dispozit. Të gjithë këto persona që kanë ndërthurë largimin tim në mënyrë të kundraligjshme nga puna, janë të denoncuar prej me rast pas rasti në kohën e duhur për abuzimet e tyre që ato kanë kryer. Por në rastin konkret, ato vazhdojnë të forcojnë pozitat e tyre dhe të nderohen, duke qenë në këtë pozita, nga të denoncuar, janë kthyer dhe denoncojnë një grua që ka kurajin dhe i ka denoncuar rast pas rasti në kohën e duhur në organet kompetente. Po çfarë denoncimesh ka bërë Remzi e Tema që kanë tronditur kaq shumë me prorët e saj dhe punonjësit e tjerë? Ja disa prej tyre. Këta shtetas kinez janë pajisur me leje pune në tetor 2007, kur ata ishin ende në Kinë, sepse në Shqipëri kanë hyrë në 30 dhjetor 2007. Ja lejet. Këtu data është e korrigjuar, ndërsa kësaj leje i mungon vula. Ndërsa këtu kemi 2 leje pune për të njëjtin person, por në të parën kemi emrin përpara dhe mbiemrin pas, kurse në tjetrin shënohet mbiemri para dhe emri pas. Kjo specialiste e zyrës së punës i kërkonte vazhdimisht zyrës antikorrupsion në kryeministri të ushtronin kontroll. Insistimi i saj bëri që të kryej kontrolli administrativ me urdhër të kryeministrit. Shkeljet e denoncuara prej saj u vërtetuan edhe me akt kontrollin e këtij departamenti. Nga 62 leje pune që u përzgjodhën për të kontrolluar për vitin 2007, 51 dolën të parregullta, ndërsa për 6 mujorin e parë të vitit 2008 u kontrolluan 30 leje dhe 19 kishin mangësi në dokumentacion. Ndër parregullsitë e gjetura, po citojmë rastet kur janë pajisur me leje pune shtetas kinez, të cilëve u kishte skaduar pasaporta 2 vjet përpara se t'u jepej leja e punës. Gjë që do të thotë se zyra e punës Tiranë kishte pajisur klandestin, ndonse e kishin për detyrë të verifikonin ligjshmërinë e qëndrimit të tyre në Shqipëri. Shumë të tjerë janë pajisur edhe pse në dosjet e tyre mungonin kontratat e punës, vërtetimet për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shumë parregullsi të tjera. Kemi ardhur në shërbimin kombëtar të punësimit për të njohur me shkeljet që janë gjetur nga kontrolli që u është bërë lejeve të punës për shtetasit e huaj në Shqipëri. Por zëvendës drejtori i përgjithshëm, zoti Spiro Kuro, na tha se është ende duke u punuar për këtë raport dhe nuk ka dalë ai përfundimtar. Kemi ardhur në drejtorinë rajonale të punësimit për të njohur me masat që janë marrë lidhur me shkeljet që janë gjetur nga zyra antikorrupsion në Këshillin e Ministrave dhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Drejtoresha e këtij institucioni pranoi se këto shkelje ekzistojnë dhe personat përgjegjës do të ndëshkohen. Remzi e Tema ka qenë gjithnjë në shënjesër të eprorëve të saj, pasi denoncimet e saj e kanë zanafillën që në vitin 1999 e kanë pushuar nga puna dhe e kanë rikthyer përsëri, për shkak se s'kan mundur të gjejnë asgjë që ta implikojë ato në afera korruptive. Përkundrazi, ajo ka vazhduar të bëjë publike skandale, si ajo me kinezët e fabrikës së çimentos në Krujë, gjysma e të cilëve ikën klandestine në Itali, ndërkohë që shteti ynë i pajisi me leje pune. Edhe pas kërcënimeve të shumta ajo nuk është ndalur. Sot ka dorëzuar në prokurori një kallëzim penal për 14 zyrtarë të lartë të strukturave të Ministrisë së Punës, të gjitha të bazuara në fakte dhe dokumentacione. Por cila është arsyeja e gjithë kësaj veprimtarie denoncuese të saj? Unë gjatë eksperiencës time të punës, për një punë rreth 35 vjeçare, kam zbatuar me korrektësi ligjin dhe nuk jam bërë asnjëherë palë me korrupsionin. E kam denoncuar dhe vazhdoj ta denoncoj, pavarësisht nga ngjyrat politike me të cilat mbulohen të korruptuarit, dhe do të vazhdoj ta denoncoj duke bërë apel që grupi i njerëzve që kanë kurajën të dërgojnë përpara bankës ligjit të denoncuarit për korrupsion të bëhet më i madh. Të gjitha faktet që ju sollëm tregojnë se nëse keni kurajën qytetare për të denoncuar, nesër mund të pushojnë nga puna.
Megjithatë, Remzi Etema është shembull i mirë asaj kategorie njerëzish të cilët besojnë se drejtësia do të vendoset një ditë.